Edhe ata për t'i kryer rritet e tyre fetare duhet të vinë në pjesën jugore të qytetit, në komunën tjetër, në komunën jugore të Mitrovicës. Rindërtimi i kësaj xhamise është një hap i domosdoshëm, por strukturat që dhe qeveria e Kosovës nga frika se do të akuzohen për ndonjë fundamentalizëm islamik ose për një gjë të tillë, nuk po ndërmarrin këtë hap, edhe pse është e drejtë themelore elementare që njerëzit ta gëzojnë lirinë e ushtrimit, besimit të tyre dhe të kenë kultet e tyre fetare që kanë pasur me qindra vite në po të njëjtën vend. Por unë besoj që këta hapa që ka ndërmarrë qeveria e Kosovës nuk do të kenë, mund të ketë ndonjë reagim nga Brukseli pas këtij peticioni, por me aq do të përfundoj. Po, zoti Spahiu, lista serbe me mbështetjen e Beogradit sot nisi këtë peticion kundër ndërtimit të urave, por a mund ta trajtoj më tej Beogradi këtë si një sebeb, si një pretekst për nxitjen e trazirave për ta çuar më tej, pra pas këtij peticioni të ketë diçka tjetër? Ja, e bën peticionin, po Beogradi synon që të ndërhyjë ushtarakisht në Kosovë kurdo që t'i paraqitet një moment i përshtatshëm ndërkombëtar, por ndërtimi i urave nuk është një pretekst i mjaftueshëm për të ndërhyrë. Sigurisht për të ndërhyrë ushtarakisht Beogradi do të nevojitet të inskenohet ndonjë masakër në ndonjë ndaj qytetarëve serb në Kosovë në mënyrë që të nxitet ndërhyrja e ushtrisë serbe. Por dhe kjo do të inskenohet në momentin kur do të përshtatet, kur skena politike ndërkombëtare do të jetë e pavarshme për këtë gjë. Por për urat, kjo nuk është një arsye mjaftueshme që të bëj të lëj, por sidoqoftë ai e bën, asnjë gjë nuk i kushton Beogradit që të bëjë një peticion se ka qenë kundër urave, që ka bërë veprime të njëanshme Albin Kurti e tjerë, dhe kur t'i duhen i ka të gjitha këto në një dispozicion. Dua të komentojmë pak bashkë edhe situatën në Serbi. Mosbindja civile ka nisur nga 28 qershori, ndërsa sot është dita e 8 e protestave, mëngjesin e 7 korrikut. Lidhur me atë se çfarë po ndodh në Serbi, zoti Spahiu, a ka ndonjë shans që të plotësohen kërkesat tashmë vetëm të studentëve, por të mbarë qytetarëve serb të cilët janë derdhur në protesta gjatë ditëve të fundit, që nënkupton ndorheqjet e qeverisë Vučić dhe largim të tij, a mund të ndodhë? Në radhë të parë këto protesta janë të organizuara nga Perëndimi si një shenjë presioni mbi presidentin Vučić dhe regjimin e tij. Për qëndrimin e tij, i cili është konform traditës politike serbe që të mbajë lidhje edhe me lindjen edhe me Perëndimin. Perëndimi dëshiron që Serbinë ta ketë tërësisht në krahun e vet, që Serbia të mos luaj politikën e vet të pavarur edhe me lindjen edhe me Perëndimin. Ky ishte edhe një kërkesë e presidentit Trump atëherë kur ishte në shtator të vitit 2020, kur së bashku me Abdullah Hoxhin nënshkruajtën një marrëveshje Serbi-Amerikë dhe Kosovë-Amerikë, të cilën Serbia nuk e zbatoi në asnjë pikë, sepse mandati i presidentit Trump përfundoi dhe pastaj administrata Biden nuk i bëri presion që të realizonte atë marrëveshjen. Mirë, po megjithatë, kjo nxitje protestave është një lloj presioni. Po, kur thoni nga Perëndimi, cila është ura lidhëse mes organizatorëve të këtyre protestave dhe Perëndimit? Shiko, Perëndimi, po ndaj ky protest nuk është se Perëndimi ka shpallur që qëndron pas tyre. Qëndrojnë agenturat e Perëndimit, të cilat nxyten në një mënyrë ose në mënyrën tjetër. Dhe në këto protesta marrin pjesë të gjithë të pakënaqurit e presidentit Vučić, me presidentin Vučić.
këtu ka rryma dhe shumë më radikale se sa presidenti Rus, presidenti Serb, madje edhe më shumë disa dhe më pro-ruse se sa presidenti Vučić, ka të tjerët me frym evropiano perëndimore, por në fund do të shohim nëse këto protestat arrin ta zënë nga pushteti presidentin Vučić, atëherë mbetet për të parë se kush do të dalë në... Po kur mund të jetë ky fundi, zoti Spahiu, meqense protestat kujtojmë që ka nisur që në dhjetor, pavarësisht se javët e fundit janë intensifikuar edhe më shumë, duke u shndruar tashmë në një mosbindje civile. Shikon, nuk është vetëm perëndimi që nxit këto protesta, është edhe aty aktive dhe Rusia e cila mbron në këtë rast regjimin e presidentit Vučić dhe prandaj